normalizohet shpejt, apo? Shiko, përgjithsisht Banka e Shqipërisë po nisim nga lajmi i parë që u dha, lajmi i mosndryshimit normës bazë interesit. Banka e Shqipërisë përgjithsisht tenton të jetë konservatore apo dhe e ruajtur. Në momentin ku guvernatori publikisht deklaron që ne jemi në një rrezik nga kjo luftë, do të thotë që të gjitha studimet dhe analizat paraprake tregojnë që ne do të impaktohemi. Tani edhe unë jo për të përhapur panik, po çmimi i karburantit është gjëja më e vogël që do kemi problem nëse kjo luftë zgjat edhe 2-3 javë të tjera. Çfarë mund të rrezikojmë më shumë? Ushqimet janë gjëja parë që ne do shikojmë një rritje të inflacionit për rritje të çmimeve. Dhe kur them ushqimet, qoftë ato që prodhohen në vend, sepse të mos harrojmë, nën produktet kryesore të naftës janë edhe fertilizatorët, pra plerat kimike në cilat bëhen, të cilët janë bazë për inputet në të mbjella. Në momentin që ti e rrit çmimin e tyre për shkak se mungon oferta, pra ato nuk qarkullojnë më 1/3 atyre, vjen pikërisht nga kanali i Hormuzit, kalon nëpërmjet atij, jo vetëm naftë, por edhe flerave kimike të botës. Dhe në momentin që ti 1/3 e ke më mangut, rritet çmimi i tyre. Shto këtu dhe koston e karburantit që është për fermerët, e rrit çmimin e prodhimit fillestar. Nga ana tjetër, gjëja të cilën ne kemi problem madhor është që ne më shumë se gjysmën e produkteve të sportës, e ushqimeve, frutave, perimeve, mishit, ne importojmë. Dhe normalisht duke u rritur kosto e energjisë dhe kosto e naftës dhe në vendet si Italia, për shembull, si apo Greqia, që janë partnerët tonë kryesorë tregtar, të gjitha mallrat që ne importojmë për tyre do të kushtojnë më shtrenjtë. Duke qenë se do kushtojnë më shtrenjtë, normalisht tregtari fundor do të rrisi çmimet. Është zinxhir. Kjo është një gjë e cila nuk vëhet re akoma tani, sepse jemi akoma shumë herët dhe rritjet e çmimeve që po shikojmë tani, ashtu siç rritja e çmimit që pam në karburant ditën e dytë apo tretë luftës, më shumë më spjeshtë spekulimit se sa e parametrave teknik makroekonomik, por mbas 1 apo 2 muajsh do fillojmë ta ndjejmë edhe ne këtë efekt në rritjen e çmimeve. Dhe fatkeqësisht shpresojmë që lufta të mbarojë sa më shpejt, po më ç'po duket nuk do të kemi një fund të shpejtë. Nuk është kështu. Cilat janë masat që mund të marrim si qeveri, por edhe si individ, nëse vlen diçka në këtë çast? Absolutisht. Absolutisht. Vlen edhe qeveria edhe individi që të jenë kujdesshëm. E para, rreth parë qeveria, gjëja e parë që duhet bëj është monitorimi. Monitorimi për të ruajtur spekulimin që ndodh në treg. Dhe fatkeqësisht ne kemi një histori jo të mirë me spekulimin, qoftë në çmimin e karburanteve apo edhe në çmimin e ushqimeve bazë. E dyta është parja e mundësisë të ndërhyrjes strukturore, pezullimit të disa taksave caktuara për një periudhë 3-4 javore, qoftë tek karburanti apo qoftë tek riparja të TVSH-s për ushqimet e shportës bazë, duke ulur, në mënyrë që të ndikojë tek ulja e çmimeve. E treta, rritja e konkurrencës dhe liberalizimit të tregut më shumë, që të mos jenë vetëm paguar grosistë të cilët importojnë jo vetëm naftën, po importojnë edhe ushqime. Duke liberalizuar tregun dhe duke diversifikuar burimet nga ti merr, atëherë mundson që edhe çmimi të jetë pak më i ulët. Ndërkohë që nga ana e individëve, unë do të thoj, edhe pse ne jemi një vend që nuk është se kemi shumë lukse, të mundohemi që ato shpenzime që mund t'i konsiderojmë të tepërta, apo që mund t'i ulim dhe si mund t'i kursejmë, ti shtym pak në kohë, ose të mundohemi ti zvoglojmë. Nëse kemi ndërmend të bëjmë një udhëtim apo diçka mirë është që ta blim biletën që tani të mos presim verën apo të mos presim më vonë, sepse edhe çmimet e biletave të avionit miktojnë tek qefi, po prapë do ketë ndryshime. Gjithsesi, aty ku të mundet, ne duhet të jemi pak më të kujdesshëm në shpenzimet që janë përtej asaj që ne do të bënim në një situatë